zakonisht një kom agresiv i mëson pak të në kalamanit dhe dëgjuhën Shqipa. Këta asimilohen dhe edhe këta vetë, kur kthehen një pjesë atyre, nuk o them gjithë, fillojnë kanë qef të flasin greqisht, fusin terma greqisht, ndërkohë që unë di që hebrejnë 2000 vjetë nuk e ndruan në gjuhën e tyre, mësoj, domethënë në shkrimi këndimin parë mësoj në shtëpinë e tyre, gjuhën e tyre. Di që gjithë këto anglezët ja dhanë gjuhën e tyre gjithë botës. Madje janë ndërkombet që flasin më pak gjuhë të huaj me sa di unë. Italianët janë një kom që vetëm së fundi, vitet e fundit kanë filluar të flasin anglisht. Ky brezi që ju duhet për globalizmin, se asë të diskutojnë fare, ti duhet vrisë një shtatë që djetë të tetin që të fliste anglisht, kërkon dhe mëshirë në anglisht. Pra janë ca kombe që duan në Austri, shkoj foli anglisht, së të këtem përgjigje. Në Francë, i ke foli anglisht, zero. Do të thoje, po. Së të këtem përgjigje. Gjermani, se nga që hangri 2 herë dru edhe gjokut këtem përgjigje, por me qeft man nuk e ka fare të këtë përgjigje. Zviserianët Gjermanët me italianët kanë sheku që jetojnë me njëri tjetërin në Zvicër. Me përbuzje e shofin njëri tjetërin, nuk e honepsin dot, unë s'di se si rënë bashkë. Neve në Greqi shkojmë dhe asimilojmë gjuhën e tyre dhe asimilohemi. Dhe ne kemi turp të themi që në 49-ën ju dham drumër kur na sulmuan, se jo ka qenë në verë hoxha koma, për qënë si kamë. Po dhe serbe ju dha druma me zogu në 24, 26, a më pram në 20-ën, dikur, ka qenë një betej që u zhvillua në fushën e mbi Shkodrës. I ka dhënë drumër, pse duhet ta hedhë poshtë, ose në rrethimin e Shkodrës. I mbajtëm 8 muaj, ju dham dru, detyru në erdhën serbët, se malazezët nuk menin do të Shkodrën. Pra, këtu e në gjëra që, po se a i që ishte Esat Pasha ishte tradhtar, mirë, po 8 muaj rezistoja i, se më kuptonë bashkë me ca tjerë. Greku, për shembull, Napoleon Zerva, që i griu shqiptarët, është shqiptar nga Suli, Qembirqeni, një vrasës shqiptarët, dhe bashkëpunoj me gjermanët deri në momentin që gjermanët ikën. Jo, më nuk e hedhin poshtë ata. Nuk e hedhin poshtë vetëm se në 1-2 aksione bashkëpunoj me anglezët. Dhe e kanë ngritur, e kanë mitë të tyre, nuk e hedhen poshtë, sepse edhe ju ka dhënë ndru shqiptare. Ne kemi frikë të themi fitore tona, se është kjo psikologjia. Dhe ti ka thënë një gjë shumë të bukur. Doni ta dini kush ka mbrojtur këtë vend? Hapni tekstet e shkollës dhe shikojnë kë shajnë tekstet e shkollës. Ata janë ata që kanë mbrojtur këtë vend, kanë ngrënë plumbin për këtë vend, Kam pas ideale për këtë vend, siç është qosja në vetvete. Po ta shikosh edhe nga shkrimi që bëri fundit dhe nga intervistat e tij, domethënë është pikëllimi më i madh kombi, se intelektuali këtë ka, që nuk menon për atë karrikën e vet ose atë as për sot. Bravo. Shef për të ardhmen. Dhe tek ne është pikërisht ajo që unë shkrova në status, është dhe që kemi trajtuar shumë herë në programet tona, që në vitin 90 jemi i vetmi vend tani, nuk besoj të ketë të dytë, me sa di unë, jemi i vetmi vend që vetëm herojt dhe vetëm njerëzit që kanë bërë për Shqipëri janë me ligj të shkruar apo të pashkruar të persekutuar. Kusuri ke vjedh këtu deli mirë, ke tradhtu vendin asa e ke bo dhe këtë të mirë.